إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريم ذا الأفضلات إتاكوين الله جل جلاله صلاة السلام تشوفشن ببيغمبير صلى الله عليه وسلم بفاميلا التي شوكت التي ذا جث مسلمان شفاصون الزمنة التي رديت نجيكيمت اللهم آمين فالله جل جلاله نسورا يوسف dhe kështu në ty të shpallim prej ngjarjeve më të bukura, prej asaj që ne të kemi shpall ty. Dhe tha, ka fundi i surës, me të vërtet në ngjarjet e tyre ka mësim për të Zotit e mendjes. Pra të gjitha ngjarjet që Allahu i tregon në Kur'an, i tregon i ka shpall që na të marrim mësim për këtyre ngjarjeve, që ne me këto ngjarje të edukohemi. Një prej këtyre ngjarjeve që Allahu e ka cekë në Kur'an është ngjarja e Jusufit a.s. Është ngjarja e këtij pejgamberi të dalluar të Allahut subhanahu wa taala ndër pejgamberët. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Jusufi është El-Kerim, Ibnul Kerim, Ibnul Kerim, Ibnul Kerim. Jusufi ka qenë vetë pejgamber, bujar, i dalluar, ka qenë djalë i një pejgamberi tjetër i cili ka qenë bujar, i dalluar. E baba i tij ka qenë djalë i një pejgamberi tjetër, pejgamber, bujar, i dalluar. E gjyshi i tij ka qenë djalë i një pejgamberi tjetër, pejgamber bujar i dalluar. Jusufi i biri i Jakupit, i biri i Ishakut, i biri i Ibrahimit a.s. Më thonë, ky zinxhir pejgamberësh prej të prindi, nipi, stërnipi dhe kështu me radhë. Në ngjarjen e Jusufit a.s. apo në surën Jusuf që Allahu përcjell në Kur'an, ka dobi të shumta. Është një dietarëve ka shënuar një libër mbi 1000 dobi nga sura Jusuf. Mbi 1000 dobi nga sura Jusuf. Për çdo ajet dobi me dhjetra, dobi që janë mundu dietarët me nxjerr prej surës Jusuf. Ne do të mundohemi të japim një rezume të shkurtër të surës Jusuf, të ngjarjes së Jusufit a.s. shkurtimisht, shumë shkurtimisht, duke u bazuar në disa pika, duke mundu të marrim mësim në disa pika që Allahu xhelle xhelaluhu i përcjell tek na prej kësaj sure. Dhe të ndalemi te pika më e rëndësishme, mund me thonë, në ngjarjen e Jusufit a.s. për kohën tonë. Jusufi a.s. ishte djalë i dalluar ndër djent e Jakubit a.s. Ishte aq i dalluar sa që vëllezërit e tij thanë se Jusufi a.s. është më i dashur te babai jon prej neve.
duhet me bodi diçka që me i kthy syt e babës ton drejt neve. Than uqtulu Yusufa aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Than vrajnë Jusufin ose fugën e largën dikun larg në tokë, që pastaj fytyra e babës tuaj të kthehet te ju, që pastaj vëmendjen ta keni ju. E pas kësaj, ju bëhoni apet burrat mirë. Ju bëhoni apet njerëz të mirë. Kjo është traditë. Kjo është traditë e vazhdueshme, ka mëtshme dhe e vazhdueshme deri në kiamet. Se ka shumë prej këtyre njerëzve me kësi cilësi, që situata të caktuara i shfrytëzojnë njerëzit, bëjnë hapa të mëdha dhe pas një kohe e bëjnë një tradhti, e bëjnë një mashtrim me atë idejen se pas së tradhtie unë kam bërë burrë mirë apet edhe harrohet ajo. Bisede sipër me prindën e tyre, me Jakubin alayhis salam, i thanë me lëshu Yusufin alayhis salam me lut me ta. U dha, e morën me veti edhe e hedhën në bunar. Bëjni mend, pa jap një rezume të shkurtër të surës, të ngjarjes dhe do të ndalim në pika të caktuara. Jo mu zëru shumë. Ndoshta me një pikë. Bëjni mend, fillimi, djalë i pejgamberit e ka pa një ëndër, ja tregon prindit ëndrën e vet, e baba i thot këtë ëndër mos ja trego vllaznive tu. Nëpërmjet kësaj ëndre zu vend të rëndësishëm në zemrën e Jakubit alayhis salam. I privilegjuar, i dalluar. Pas një periudhe kohore, mashtrimin që e bën në vëllezërit e tij, gabimin që e bën në vëllezërit e tij, e morën dhe e hodhën në bunar. Prej një situate ku ishte i privilegjuar shumë afër zemrës babës së tij, erdhi me një situatë i vetmuar në bunar. I vetmuar në bunar. Pas kësaj situate të vetmisë në bunar, erdhën disa njerëz të rrugës që u thonin, e nxjerrën prej bunarit, e shitën shumë lirë në pazar. Njeriu i cili e bleti në pazar, i tha bashortës vet, sillu mirë me këtë person, se ndoshta ka më na bë dobi ose e marrin për djalë. Tha Allahu, pasi që ai arriti pjekurin, na i dhan dituri dhe urtësi. Dhe shikoni tash se si Allahu xhelle xhelaluhu cilson Yusufin alayhis salam. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Dhe na kështu i shpërblem bëmirësit. Bëmirësia është grada më e lartë që njeriu arrin në këtë dunjë prej imanit. Grada më e lartë që njeriu me imanin e tij mund të marrë është me qenë bëmirës. Ama jo bëmirës këto bëmirësat e zamanit tonë, që ndoshta nuk falën as namaz, as Allahi nuk e njohin, prej shumë bëmirësave dhe janë bëmirësa tek njerëzit. Bëmirësi do me thonë me e adhuru Allahun sikur me e pa. Me boj ibadetin sikur me e pa Allahun subhanallahu. Kjo është grada më e lartë. Grada e dytë pas kësaj është me e adhuru Allahun duke mos haru asnjëherë se ai të shef tyje. Duke adhuru Allahun, duke pas parasysh që ai të shef të në kohën tyje. Kjo meselja e kamerave. Kur është prindit e shtëpia, e shef fëmiu, edhe kur nuk o prindit e shtëpia me ka lëshu kamerën. Tash fëmiu nuk e shef prindin, ama prindi e shef. E di fëmia që është duke e pa në kamerë, baba dha, për të shikuj detshëm. E Allahu po thot për Yusufin alayhis salam, në çfarë gjendje ishte tash Yusuf alayhis salam? Në çfarë situate? Ishte shërbëtor në pallatin mbretëror. Shërbëtor. Allahu tha, na kështu ishte problem bëmirësit. Pas një periudhe kohore, situata në bunar, situata tash në pallat mbretit, në pallat të ministrit, mirë po shërbëtor. Cilësia bëmirës. Pas sprovave të jetës së tij, sprova me bashortën e ministrit, i erdhi përfundimi, thumma bada lahum min ba'di ma ra'u al-ayati la yasjununahu hatta hin. Problemin që patën me bashortën e ministrit,
kur e akuzoi se ka bërë zina, Jusufi Islam u distancu prej kësaj vepre, e këshirën ata argumentet sipas tyre dhe erdhën në përfundim që Jusufi a.s. me qëndru në burg për disa vite. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Dhe me atë hynën në burg edhe një dy tjerë. Hynën me ta në burg edhe një dy tjerë. Njëri i tha e kam pa një ëndër kështu. Tjetri i tha e kam pa një ëndër kështu. Në bite uili inna naraka min al-muhsinin. Na informon neve për kuptimin e kësaj ëndre se na me të vërtet po shohim që ti je bamirës. Situata e të qendrit shërbëtor në pallatin e mbretit është situatë jo e lakmueshme, apo. Mirë po, i ka do privilegje. Nuk është sikur shërbëtori i cili është me një shtëpi prej shtëpive, edhe sikur shërbëtori që është në pallat mbretit. Sa aty prej luksit që e kanë mbretërit dhe ministrat, merr diçka, përfiton. Nuk është e njëjtë një pastruese e cila është pastruese shtëpit të ministrit, edhe një pastruese që është me një shtëpi prej shtëpive të thjeshta. Te shtëpia e ministrit, mas pakti ato petkat, ushqimi, senet që kanë mbet kemi hangur. Ushqimi mirë vetë që kanë mbet. Mirë po shërbëtori, apo. Këtë cilësi e pat, bamirës. Prej kësaj situate në burg. Burgu është sprovë në vete. Allah mos na sprovoft. Mirë po në këtë sprovë, epiteti i njëjtë. Ata i thanë, na po të shohim se ti je bamirës. Qëndroi në burg disa vite. Ati për cilin ja mirë ke mendja se ka me shpëtu për këtyre dy vetave që kam për ëndrën, i tha, përkujton muet e mbreti me këshyr çështën time. Fensahu shejtanu felabitha fi sijni bid'a sinin. Shejtani ja haroi meselën e Jusufi Islam kur do ai prej burgit, edhe qëndroi në burg disa vite. Mbreti e pa ëndrën, ata nuk dinin me shpjegu ëndrën e mbretit. Tash ju kujtu këtij person që ka qenë në burg. Tha Jusufu ayyuha siddiqu aftina, o Jusuf, o i besueshëm. Shkoi në burg dhe i tha, o Jusuf, o i besueshëm, na informon neve, na jep fetva neve për çkëtë ëndër. Ja tregoi ëndrën. Tash tha mbreti. Qala al-maliku utuni bih. Tha mbreti. Bëmani këtu. Ai që ka dhënë këtë shpjegim, bëmani këtu. Erdh i dërguari i mbretit në burg të Jusufi Islam me thirr, me dol pi burgit tash me taku me mbretin. Prej burg mu taku drejt me mbretin. Cilësia e bëmirësisë është cilësi e burrave. Nuk vrapoj me thonë, po mirë, po dal me njerë. Ja, s'dalën, pa u pastru pi gjunajt, pa më pastru mua, prej iftiras që me kanë bo, s'dalë. Se me dal pi burgit tash, ajo iftiraja që i kanë beti, i jetë. Tha, thiri gratë, veti që ka kon puna. I mledhi mbreti gratë, i pyeti, dhe në këto momente foli gruaja e cila e kishte akuzu. Al-an hashasa al-haq wa narawatuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin. Unë kom pas fajt. Ai është njeri besnik. Ai është njeri besnik, i besueshëm. Gabimi ka qenë i jeli. U kry. Qala al-maliku utuni astakhlishu li nafsi. Tha mbreti, bjemani tashmu këtu, ta mbaj afër vetit. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Pasi që foli me mbretin, Jusufi alayhis salam, mbreti i tha, ti sot tek na je me pushtet edhe i besueshëm. Ti sot tek ne je me pushtet edhe i besueshëm. I tha mbretit, më jep mua ta udhëheqi në kohën tonë, ti themi Ministrinë e Ekonomisë. Ta udhëheqi këtë sektor unë. Për shkak se unë e ruaj mirë mamën, jam i kujdesshëm. Allahu tha. Dhe kështu na i dhan pushtet Jusufit alayhis salam. Ka do të ecën tokë me qëndru pa problem. Wa kadhalika najzil muhsinin.
dhe na kështu i shpërblejnë bëmirësit. Prej te baba i privilegjuar, në bunar vetë, shërbëtor, pallatën e mbretit, prej këtu në burg, prej në burg, në pallat me pushtet. Në të gjitha situatat, a situatat kanë qenë ekstreme, lindje perëndim larg, në çështjen e vështirësive dhe problemeve, në të gjithë situatat, cilësia, balansi ka qenë i njëjtë. Minel muhsinin, bëmirës. Edhe në burg i mirë, edhe në pallat si shërbëtor i mirë, edhe në pallat si qeveritar i mirë. Wa jaa ikhwatu Yusuf. Erdhën vëllezërit e Jusufit. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Kur i pa i njofti. Kur i pa i njofti, e ata nuk e njinin. Biseda me vëllezërit e tij në stilin e të panjohurit, i tha si doni me bo shibleri biznes me neve, duni me pru një vlla që kini pi babës. Ata i thanë, kena mu mundua. Shkun të shpia, bisedun me prindin e tyre, Jakubin e Islam, me ja ulshu djalin e vogël, me qu të Jusuf në Islam. E Jakubin e Islam tha, hal amanukum alehi kama amintuhu ala Jusuf, kama amintukum ala Jusuf, a që besoj shashuve, që që besoj atë Jusufja? Po atë Jusufi më tha qështu, më tha edhe se prunët më. A dhe njëjtë mi u besua. U amur besatimin që kanë më qenë të kujdesshëm dhe kanë me këthyje. Sa e pa Jusufi në Islam, vllaun e tij tha, inni ana Jusuf, fela tabta'is bima kanu yafalun. Tha, unë jam Jusufi. Su mërzit për punë që i kanë bërë këta. Ndodhia me gotën a Jusufit a.s. Edhe kthimi i karavanit komplet. Nën akuzën se kanë vjedh. Nën akuzën se kanë vjedh. E gjetën gotën te vëllau i Jusufit a.s. Dhe kjo ishte e koordinuar, e drejtuar këtë çështja prej anës Allahu subhanahu wa taala. E mur vëllaun e tij që më ia dhon dënimin. Dënimi ishte robërim 1 vjet. Jo në burg. Rob për personin që ka vjedh, kena më kthit e kjo pika shumë e rëndësishme. Robërim 1 vjet. Vllazërit e Jusufit alayhis salam, se nuk e njefti kusho, than i yasriq faqad sarqa akhu lahu min qabl. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Pasi që ranë i ditë që ky ka vjedh dhe ky ka me hangër dënimin, thanë po, habesen që se ka vjedh ky, edhe vllai vet ka vjedh për para. فأسرها يوسف في نفسه. Jusuf e sa me mbajtën veti. E keni parasysh, këtë kjo skenë, me pushtet, me mundësi, çka do me bën, më ja u kthi dënimin, më ja u kthi çish don, ato këtë situatë thonë, po ka vjedh ai tjetri ka vjedh. Çose vjedh ky, edhe vllai vet ka vjedh. Kjo në më tepër, në më rënd. Fa asarraha Yusufi e mojti mrena, nuk e nxjerri jashtë. Tha Allah e di më së miri këtë çka jeni të akuzuar. Pastaj u kthin dhe i tha, tashtosh jashtë punës së qeveritarit apo ministrit i thush, tashtosh puna e problemit. Kjo është puna e kacafytjes problemit. Çish ka thënë? قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. I than, o minister, o qeveritar, ky djali e ka një babë të vjetër. Merë njanin prej neve, në vend që me dhon dënimin këtij, merë njanin prej neve, se ja pa të dhon besën babës që kanë me kthyje. Tash situata shumë e rëndë. Situata shumë e vështirë. Thanë, merë njanin prej neve, se na po shohim që ti je bëmirës. Na po shohim që ti je bëmirës. Jusuf sa më tha, me adha Allah i na rujt. Te Allah ku kena mbrojtja. Nuk mëna me marrë na dikant tjetër jashtë atë që ka vjedh.
E nëse e bën atë kundërtën, atëherë ndaj na zullumçar. Ato e hupën më shpresën. I madhi ja nisi me përkujtue. A e dini çka keni thënë babës? Unë s'kthejna në shtëpi, derisa të gjykojë Allahu për mua. Po shkoni te shtëpia dhe thuni që djali jot ka vjen. Edhe ngjarja deri në fund. Kur erdhën për zdyti pastaj, prej anës së prindit, kur i thash shkoni kërkoni Jusufin dhe vllajën e tij. Edhe mos të hupni shpresën prej Allahut, se nuk e hup shpresën prej Allahut vetëm se populli jo besimtar. Erdhën te Jusufi alayhis salam e lutën për tregti dhe i than na jep në tregti se me të vërtet Allahu i shpërblen ata që japin. Allahu i shpërblen ata që japin. Edhe në këto momente Jusufi sa mi tha hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. A dini çfarë do të bëjë me Jusufin dhe vllajën e vet? Ju ignorant. Qalu innaka la anta Yusuf. Ti e Jusufi? Tha ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alejna. Tha unë jam Jusufi, kjo vllajja. Allahu na ka dhënë begati. Ato tash i ran pishman. Dunjaja i ra për mikrie. Se situata është shumë e rëndë. Mirë po në këtë situatë shumë të rëndë, në këtë situatë ekstrem në shumë të vështirë, Jusufi alayhis salam u tha në fjalë që këtë fjalë e thonë vetëm burrat, vetëm njerëzit me këtë cilësi që janë bamirësa, vetëm njerëzit me iman të madh në Allahun subhanahu wa taala. Fa la tathriba alaykum al-yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. S'ka kritikë sot për juve. Ja u fal Allahi. As nuk e bëni mohabet më tepër. Para në ta njëjtën larg prindit, larg familjes, në burg, shërbëtorët e mbreti, në pallat. Këtë kjo situatë veç vetë, komplet jetën veç vetë. Kur i erdh momenti që mundet me kthye, çish dush, tha la tathriba alaykum al-yawm. S'ka për ju sot kritik. Shnosh, ka përci. Tash kur tot dikush që i ki bo shumë padrejtësi, vjen me të kërku falë, i thot reve rahat, dyqysh të ngushton. Po ani me thujmë diçka, bile kthema pak ta shijoj edhe unë. Tha la tathriba alaykum al-yawm. Ajo pika që dështa me e cek prej kësaj ngjarje kështu, shkurtimisht në disa pika që i cekëm prej ajeteve kuranore, është mësimi shumë i madh që na jep kjo ngjarje. Cili është mësimi shumë i madh? Mësimi se nuk duhet me ndiku rrethanat e jetës që na ta ndryshojmë karakterin tonë. Nuk duhet, po flas për karakterin e mirë, për cilësitë e mira. Nuk duhet me ndiku rrethanat e jetës që na të ndryshojmë për të keq. Jusufi alayhis salam pavarësisht rrethanave të jetës në të cilat kaloi, cilësia e tij ishte e njëjtë, bamirës. Cilësia e tij ishte e njëjtë, adhuruesi i Allahut. Cilësia e tij ishte e njëjtë, shumë i afërt me Allahun subhanahu wa taala. Për shkak se shëceka bamirësia është grada më e lartë që arrin njeriu me iman. Grada më e lartë. Mos bëhet sebeb pasuria që me hub këtë epitet. Ose mos bëhet sebeb fukaralloku që me hub këtë epitet. Mos bëhet sebeb sëmundja që me humb këto epitete. Mos bëhet sebeb shëndeti që me humb këto epitete. Për shkak se ka shumë prej njerëzve që kur janë fukara, ose kur e kanë një jetë të thjesht, sa me kalu jetën, janë bëmirësa, janë të mirë, janë të zellshëm, janë punëtor, janë shumë mirë në raport me Allahun. Allahu i shpëron me pasuri, këto epitete i humbin. Edhe e kundërta, ka njerëz që janë me pasuri, i kanë këto epitete, janë bëmirës, japin rrugën e Allahut, bëjnë punë të mira, janë të zellshëm, nuk ndalen. Allahu i shpëron me fukarallëk, e humbin kontrollën. Ka njerëz që janë me shëndet, janë super, janë shumë mirë, raport me Allahun shumë mirë. Allahu i shpëron me sëmundje, e humbin kontrollën. Ose e kundërta, ka mundësi me qenë me sëmundje, në këtë situatë të sëmundjes, me epitete shumë të larta, me përulje para Allahut, me pendim te Allahu xhel xhelaluhu, me afrim te Allahu me punë të mira, me bamirësi, me punë çka kanë me bë, prej punëve të mira, Allahu i sprovon me shëndet, e humbin kontrollën. Le të jemi të kujdesshëm.
rrethanat e jetës mos na ndryshojnë neve epitetet e mëdha. Për shkak se në qoftë se na ndryshojmë, nuk i bën adam Allahu xhalla xhelaluhu. Në qoftë se na i humbim epitetet tona, në qoftë se kemi qenë të zellshëm më herët në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe kanë rrethana të ndryshme të jetës që na kanë hekta, le t'i bëjmë vetë të marrës. Le të dalemi të mendohemi se krejt dhe begatit që na i kemi janë prej Allahu xhalla xhelaluhu. Kjo është mesazhi prej mesazheve kryesore. Pika tjetër e rëndësishme te kjo sure. Kur ishte në burg Jusufi alayhis salam, u tha atyve dy vetave që hinën me ta në burg: Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. U tha, unë kam braktis një popull i cili nuk e beson Allahun dhe nuk e beson botën tjetër. Wattaba'tu millata aba'i Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay. Dhalika min fadlillahi alayna wa 'ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun. Tha, dhe unë pasova rrugën e prindërve të mi. Rrugën e prindërve të mi. Ibrahimit, Ishakut dhe Jakubit. Nuk na takon neve. Vini re. Çka tha pejgamberi i Allahut? Ky pejgamber, të cilit ju ka bë zullum duke qenë gjallë dhe i bëhet pa drejtësi duke qenë i vdekur. Këti pejgamberit që sa ishte gjallë i banën iftira, shpifje, këti pejgamberit që edhe pas vdekjes së tij i bën shpifje. Tha, ma kana lana an nushrika billahi min shay. Nuk na takon neve me i bë shirk diçka Allahut. Kjo shay është e pashquar, që i përmbledh të gjitha llojet e mundshme të shirkut të madh të vogël. Tha, nuk na takon neve me bë shirk. Kjo e para. E dyta, dhalika min fadlillahi alejna wa ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun. Ky epitet, largimi prej shirkut, adhurimi i Allahut me tauhid, largimi prej devijimit, braktisja e devijimit, kapja fort për litarin e Allahut, kjo nuk është kur gjë tjetër jashta begati e Allahut ndaj neve. Bani men, kjo është shumë e rëndësi. Kjo s'van me haru. Se po e harum këtë realitet, kjo është palca e devijimit, Allah në rritë. Tha, kjo është begati e Allahut ndaj neve. Pra, pasimi të uhidit, distancimi prej shirkut, ka qenë kristal begati e Allahut për pejgamberët. Edhe për krejt njerëzit, mirë për shumica e njerëzve, nuk janë falënderues. Mirë për shumica e njerëzve, nuk janë falënderues. Tauhidi, largimi prej shirkut, adhurimi Allahut me tauhid, është begatia më e madhe që Allahu ja mundson robit. Kjo më e madhe. Kjo më e rëndësishmja. Të gjitha begatit tjera janë me grad më të ulët se kjo. Në qoftë se tauhidi, pasimi i tauhidit, distancimi prej shirkut, qenë ka begati e Allahut kristal ndaj neve, të mira tjera vetë kena fituna. Pse jena të mençëm na, pse jena të fort na, pse jena inteligjent na. Jo. Çdo begati që e kena, çdo të mirë që e kena, është begati e Allahut ndaj neve. Begati e Allahut ndaj neve. Kjo është e mirë që na ka bërë neve Allahu subhanahu wa taala. E njeriu kemi cek në këtë udhtim për të Allahu ecë me dy cilësi. Cilësia e parë është dashuria totale për Allahun xhalla xhelalu. Pse? Po krejt çka ti ka dhënë Allahu, çish mos më dash Allahu subhanahu wa taala. Krejt çka ti posedon, krejt ti ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Natyrshmërisht njeriu e ka ashtu që kur i ban dikush mirë e do. Krejt këtë çka na e kemi në këtë dunja, na i ka dhënë Allahu.
Dhe kjo e ban njeriu që me pas dashuri totale për Allahun xhel xhelaluhu. Dhe cilësia tjetër në shtrim dhe përulje komplete për Allahun subhanahu wa taala. Pse? Po ka shikret të të mirave, ti i ban gjuna Allahun subhanahu wa taala. Qysh mos mu nënçmuar? Qysh mos mu përul? Qysh mos me e ul vetëm para Allahut ku krejt të begatit që ka dhënë Allahu? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Veç në trupin e juve, sa të mira ju ka dhënë Allah, a nuk shikoni? Ka shikret këtyre të mirave me bollok. Sa janë? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Në qoftë se ju doni minimum të mirat e Allahut ndaj juve, suni njefni. Shumë janë, suni njefni. E këto të mirat që janë atë shumë që s'mundemi na me njef, ka shiket kësaj, na shëna shikimin haram. Na mashtrojna në pazar. Na i bëjmë gjuna Allahut. Na gënjejmë. Na bëjmë kibet. Dikush i ban shirk Allahut, dikush ban padrejtësi, dikush ban zullum. Edhe kështu me radhë. Kjo gjendje jonë, që na ban neve? Na ban neve me qenë të përullur, të nënshtruar para Allahut subhanahu wa ta'ala. Tha Jusuf a.s. Nuk na takon neve me i ba shirk Allahut. Që këtë fjallë, a dhe kërë ka thonë, kur ka qenë ma zorte, burg. Që këtë fjallë ka thonë, duke qenë në burg. Fa ja sahibe sijni, ja sahibe i sijni, e urbabu mutafarrikune, khajrun amillahu l'wahidu l'kahar, apo që thamë burg, o dostat e burgit, o shëqni e burgit, a zotna të shpërndar të shumët janë më të mirë, apo zoti Allahu i cili është një nga dhënjysi? Tha atë që ju e adhuroni pas Allahut nuk është diçka tjetër jashta se emrat të cilat ju i keni emërtu, e për të cilat Allahu nuk ka zbrit argument. Tha inil hukmu illa lillah, nuk i takon gjykimi, vendimi, ligjvënia dikujt tjetër pas Allahut. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dhe ka urdhëruar që mos ta adhuroni dikant tjetër pos ti. Dhalika dinul qayyim. Dhe kjo është feja e vërtet. Me për shumica njerëzve nuk e din. Tash këto fjalë i tha kur ka qenë në zor, në burg. A mundet me e kapë logjika e njeriu të shëndosh, me logjikë të shëndosh? Fillimisht, logjika e besimtarit që adhuron Allahun. Logjika e besimtarit tek i cili njerëzit më të mirë në sipërfaqe të tokës janë pejgamber. A mundet me shku mendja që kur ka qenë në zor, ka thënë që vendosja, gjykimi i takon Allahut, pastaj kur ka hyrë në pallatin mbretëror, ka gjyku jo me ligjin e Allahut. A mundet me kap logjika këtë? Se kap logjika. Si ka mundësi me besu dikush që Jusuf a.s. ka bëu shirk Allahut, duke gjyku jo me ligjin e Allahut, po me ligjin e mbretit. Kurse ai në burg i tha, unë e kam lanë fejnë e shirkut, unë e kam praktisë, jam largu prej saj. E kam lanë atë popull, i kam lanë atë fejnë, e kam pasu fejnë e prindërve të mi. Nuk na takon neve me bo shirk. Në qoftë se si ka takon me bo shirk në burg, liri kam i takon me bo burga, shirka. Në qoftë se ku ka qenë në zorë, si pas ka taku me bo shirk, kur është në liri, kur është në bolluk, kur është në mirësi, kur është në qeveri, kur është në me pushtet, ka një bëhë shirkë Allah s.w.t. Kjo është iftiraja më e madhe që ja bëjnë njerëzit sot Jusufit a.s. Duke e akuzu se ai nuk ka gjyku me ligjin e Allahut, por ka gjyku me ligjin e mbretit. Ne kemi bajt diku dy ligjërata, detal për detali për këtë çështje. Po këtu shkurtimisht kam e përmbledh çështjen. Mbreti i tha innaka al-yawma ladayna makinun amin. Po e përtëcoj këtë çështje për të gjithë ata që u a kanë fut dyshimin që lejohet përfshira në sistemin demokratik, lejohet futja në kuvend apo në përministri për shkak se pejgamberi Allah ka qenë ministër, ka qenë. E më lënë ne. Qofse është leju për Jusuf a.s. për neve lejohet. Po e përtëcoj me tregu se çysh është leju për Jusuf a.s. Çka ka bëu Jusuf a.s. Qysh ka qenë pozicioni i tij. E në qoftë se dikush thotë që kështu e kemi pozicionin, atëherë na penimojmë, s'është problem.
Hasha o kella, mirë pas njëherë. Pasi që foli me mbretin, ka thonë djetartë, që ka foli me mbretin? A din dikush, me na ka lëzu neve, qëfar muhabeti ka bo Jusuf e sa me mbretin? Apo së dina? Së di dikush, o ka muhabet privata. Nuk e di kërkush, nuk e di. është sekret, është mshefte. E pasi që foli me mbretin, mbreti i tha, ti sot tek na je me pushtet. Ti sot tek na je me pushtet dhe i besueshëm. E para, shpjegimi më i mirë i Kur'anit bëhet me Kur'an. Tha Allahu, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ne tek çdo popull kemi dërguar, të dërguar, thirrja atyre ka qenë adhurojeni Allahun, distanconi prej tagutit. 100% që këtë fjallë ja ka thonë mbreti Jusuf a.s. Kurani për në thotë kështu në. Kurani për në thotë kështu në. Thotë Imam Kurtubiu, në tefsirin e tij, duke transmetime të shumta prej dietarëve të selefit, tabiinëve dhe tabiinëve, se çka mbreti e ka pranuar Islamin. Në qoftë se mbreti, kjo nuk është mendim i Bajramit ose i Filanit. Kjo është mendim i dietarëve të selefit prej tabiinëve dhe tabiinëve, se mbreti, pasi që ka folë me Jusuf a.s. e ka pranu Islamin. Këtë pik asë njëherë nuk e cekin, asë nuk e përmendin bile këtë muhabet. Ata të cilët janë argat të partije politike sot. Ata të cilët mas shumë japin mund për partinë se sa për xhamatin në xhami. Këtë realitet nuk e përmendin. Në qoftë se shkojmë në këtë mendim, usos muhabeti. S'kina muhabet me bëma tepër, se e ka pranu mbreti, e ka pranu Islamin, usos puna, s'ka, u kry. Bja argumentimin tokë. Po na themi, që kena me e zonë që se ka pranu Islamin. Se ka mendim djetarë që se ka pranu Islamin. Na kena me shku në mendimin që se ka pranu Islamin. Mbreti i tha, inë në keljo me ledejna me kin. Ti sot të këna je me pushtet. Duhet me hyme, duhet me qembe të drejt. Duhet me pas friga Allahun gjele gjelalu. Duhet me utut be Allah se kena me dollë para Allahun gjele gjelalu. O, ju njerës që minin të qafë njerëzit. Hineve këshire që ka thonë djetarët për që këtë fjallën me kinë, që ka do me thonë? Nuk i thonë brejti, na i në të dhonë pushtetin. Tha, ti e me pushtet. Kush ja dha pushtetin? Wa kedhalike me kennali Jusufe. Allah tha, na ja kina dhonë pushtetin, jo mbrejti. Allah tha, dhe kështu na i dhonë pushtet. Me kinë e banëm. Qka kjo me kinë? Me bo, qka doje, si përzijet kërkush. Mekin, fjala, mekin, do me thonë, banë qka dush, mëse vetë kërkan, mëse jep raport kërkujna, këtë puna është ndërëm tonë, qka dush banë? Qili ministrëve ka këtë luks, pa shallaj. Po më buk besu me shku me hangë pa dhonë raport të imanalt. Cili kryetar komuneve ka këtë luks? Cili deputetve ka këtë luks? Banë qka dush, që e Ministrinë Ekonomisë edhe banë qka dush. Edhe me ja u dhonë banë qka dush to, ashtu ashtu e kanë fshikel, dënjane kanë vjedh, po me ja dhonë edhe këtë luks që hiq raport që e kërkun, edhe neve në përshpje kanë me në vjedh. Pse veç do herë duhet na me bo thirje me zgjedh atë që është ma pak i damshëm. Pse veç nuk shonaj opcioni, as njani me se krejt janë të hajna, as njani me se krejt janë qafira, krejt janë zullumqar, as njani me qysh me mune këtë elit politike që kemi na sot, qysh me i zgjedh njerë, qysh me dikur shkon një atë votu këtyre njerëse. Po se cilive majt pa drejt se tjetëri. Veç këtheoni para 4 viteve në kampajnë para zgjedhore, qysh e kanë bo këto që janë tash bashkë në mezveti. Ta boni djath dhe i majt, këto që janë mezveti tash, ta boni në djath, në mezveti të farakuza kanë bo. Edhe tonë të majt, në mezveti të farakuza kanë bo. Ku e kanë be logjike njerëzit? A mendojme që ka me dojë para Allahut subhanahu wa taala. Ku e kanë be logjikën dietar të xhallarët? Hajt për vëllatën s'marrin vesh. Po këto me fakultete nuk e kanë logjikën. Po këto me magjistratura, doktoratura ku i kanë mend kë kanë. Deri kur ky poshtrim ka më shkuar? Edhe në këtë poshtrim, marrë jetu me Jusuf alayhis salam, me i baj iftira Jusuf alayhis salam, të cilit i ka dhënë pushtet Allahu mbi shtat ka qell. Pastaj detali
i qartë me në Kur'an se Jusuf a.s. ka gjykuar me ligjin e babës vet, jo me ligjin e mbretit. A lexojmë me Kur'anin, a lexojmë me tefsirin. Kur u ballafaqu me vllazët e vet, pasi që kish vjedh, kinse kish vjedh, vllau i tij, çka ju tha Jusufi a.s. Tha fema jazauhu in kuntum kadhibin. Në qofë si një duka rrejt, në qofë se ki ka vjedh, që ka dënimin? Që ka dënimin të ju, jo të mbretive, se mbreti pa tonë banë qka dushti. Nuk gjykoj me ligjin e mbretit në ndodhin e vllajt vetë kur vjedh. Gjykoj me ligjin e babës vetë, Jakubit a.s. I tha vllaznive vetë, tu të dhejtve që ishi prezent, qëfar dënimi ka ky njerë që ka vjedh tash? Tha, jazauhu jazauhu. Dënimi këma. Çfarë dënimi? Me ligjin e mbretit ishin dy opcione. Ose 1 vjet në burg, ose me i marr prej pasurisë të vjedhësit 2 fishin e asaj që ka vjedh. Këto ishin dy opcione. I ka vjedh 10, me ia marr 20. Ose 1 vjet në burg. A Jusufi a.s. nuk e gjykoi kështu vllajën e tij. Nuk e gjykoi me këtë ligj. E gjykoj me ligjin e babës vetë. Cili është ligji? 1 vjet robrish, me i shërby këtina, 1 vjet. Jo në burg, robri këtina, robi këti 1 vjet. Kjo është gjykimi i Jusufit a.s. Ama çka tha Allahu xhela xhelaluhu? Tha Allahu xhela xhelaluhu, "Dhalika min fadlillahi alejna wa ala an-nasi walakin akthara an-nasi la yashkurun." Kjo begati Allahu ndaj neve. Ju që jeni distancu për partive politike, ju që jeni distancu prej atyre thirrsave që bëjnë thirrje më shumë për në parti se sa për në xhami, falenderojeni Allahun që u ka begatua. Falenderojeni Allahun sabah akşam për begatin që u ka dhënë, për krenarin që u ka dhënë, për këtë ftyrën që e keni marrë, sa i keni dur të se keni bërë ftyrën 1 hektar që kanë bërë të tjerë. Falenderojeni Allahun edhe me vdekjen në këtë gjendje. Që ndoshta dikujt ai duket që si tu bë kur gja, ta dish që ti je njeri më i miri i Allahut në tokë, që nuk i bën shirk Allahut subhanallahu. Hiç ta tham me plot bindje. Ti që mundosh me qenë veç në partinë e Allahut, ti që nuk pason thirrsa të cilët e kanë shpërndar xhamatin e tyre, disa me këtë parti, disa me atë parti, disa me atë parti, me një xhamat, te një hoxh, 15 xhamate janë për shkak partive politike. Falenderojni Allahun që xhamati i kësaj xhamie është xhamat i 1 partije vetëm. Ajo është partia e Allahut subhanallahu teala. Dhe falenderojni Allahun subhanallahu teala. Për shkak se shumica e njerëzve nuk e falenderojnë Allahun subhanallahu teala. A e shohin çfarë gjendje se njerëz me fakulteta, me doktoratura të çështjeve fetare japin fatva, japin akuza se Jusufi alayhis salam ka gjykuar me ligjin e mbretit. Ajetet janë të qarta në Kur'an. Fjalët e dietarëve janë të qarta në Kur'an, o vëllezër, qarta janë. Po kjo është fitnë e zamanit tonë. Lutim Allahun që Allah të mëson të jemi të vazhdueshëm në këtë thirrje deri në vdekje. Mbajeni mend, kam thënë javën e kaluar apo javën e parakaluar. Begatia më e madhe. Begatia më e madhe, bereqeti më i madh që Allahu mundet me na dhënë neve në këtë dunjë është me qenë të vazhdueshëm në rrugën e Allahut, në Kur'an dhe Sunet deri në vdekje. Që edhe në qoftë se s'ka hiç xhamat, edhe në qoftë se nuk ka hiç vazhdim davetit, kështu me u bë diçka ku diçka one, që kjo është begatia më e madhe. Dhe ta dini, pasha Allahun, se të gjithë ata të cilët i kanë ndryshuar parimet e kësaj thirrje për të arritur kënaqësinë e njerëzve, as kënaqësinë e tyre s'e kanë arrit, edhe kënaqësinë e Allahut e kanë humbur. Edhe ta dini, vallahi, bindjen Allahun e kam, se në qoftë se vazhdojmë këtë thirrje, me thirr njerëzit në Kur'an dhe në Sunet, me i thirr njerëzit që të bashkohen në një parti, në partinë e Allahut, në litarin e Allahut subhanahu wa taala, ka me pas mundësi njerëzit me na luftue, mirë po ka me na dasht. Qysh e kanë dasht pejgamberi sa me kanë luftuar, me kanë dasht, kanë thonë ky drejta. Ky është në të vërtetën, ky është burri. Lutim Allahun që Allah na ruan besimin ton, lutim Allahun që Allah të ruan imanin ton, lutim Allahun që Allah të na mëson të jetojmë si musliman të vdesim si besimtar, lutim Allahun që Allah të na mëson
duke qenë si musliman dhe besimtar, Allahu mos na u peftyran. Allahu mos na u peftyran. Wa subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.